Në protestat e zhvilluara gjatë këtyre ditëve në Tiranë janë parë dhe persona të ardhur nga Kosova, individ të cilët janë mbështetës të lëvizjes Vetëvendosje dhe Albin Kurtit, persona që janë pseudo-patriot apo tifoz të kombëtares shqiptare. Rast ky që ngre një pikpyetje shumë të thjeshtë: çfarë duan këta persona nga Kosova në protestat në Shqipëri? Është e vërtet, ne jemi i komb, jemi komshinj. Para mund të shkosh dhe të hysh në shtëpinë e komshiut? Jo, nuk mundesh, dhe pse mund të kesh të njëjtën bindje politike, fe, besim apo ide. Çfarë pune ka militantët e lëvizjes Vetëvendosje dhe Albin Kurtit në protestat në Shqipëri? Çfarë e lidh me Zvernecin, tifozët kosovar të kombëtares së futbollit? Cili është qëllimi i marrjes pjesë në protestë, apo shkuarja në selinë e Partisë Demokratike apo kujdo partie tjetër të vendit? Anarkia, hakmarrja ndaj kryeministrit Rama apo destabilizimi i vendit? Arsyet për të protestuar mund të jenë 1001 nga më të shumtat dhe të gjithë janë të lirë të protestojnë për çfarëdo, por protestat nuk bëhen me anarkist, as me militantët e Vetëvendosjes dhe Albin Kurtit. Një protestë e thjeshtë për hallet dhe problemet e qytetarëve nuk bëhen as me paratë që paguajnë Erion Veliaj dhe vëllai i tij Arbër Veliaj për influencera dhe reklama. Protestat nuk bëhen as me grupet e call centerave apo ato të Arlind Qorit. Po ashtu, protestat nuk bëhen as me sulme ndaj medjave, duke arritur deri në thirrje për report ndaj medjave që nuk përputhen me interesin e tyre. Gjithashtu, protestat nuk bëhen as me intimidime ndaj personazheve publik, duke i detyruar të marrin pjesë në protestë apo duke u bërë presion për të bërë thirrje për pjesëmarrje.